Tensionet me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit janë rritur ndjeshëm ditët e fundit, pasi presidenti amerikan Donald Trump ka shpërsuar retorikën e tij ndaj Teheranit, duke paralajmëruar pasoja serioze nëse Irani nuk pranon të hyjë në një marrëveshje për programin e tij bërthamor. Mesazhi i Washingtonit është i qartë, ose negociata ose përballje ushtarake, në një shkallë më të madhe se ajo e vitit të kaluar. Presidenti Trump sinjalizoi se një refuzim i mëtejshëm nga ana e Iranit do të pasohet nga veprime ushtarake edhe më shkatëruese se sa sulmet ajrore të mëparshme amerikano-izraelite, të cilat kishin në shënjestër infrastrukturën bërthamore iraniane. Këto paralajmërime vinë në një klim të tensionuar ndërkombëtare dhe mbas akuzave të vazhdueshme ndaj autoriteteve iraniane për shtypjen e dhunshme të protestave antiqeveritare, sipas organizatave për të drejtat e njeriut dhe dëshmive nga tereni, kanë shkaktuar mijëra viktima. Ndërkohë në teren SBA ka ndërmarrë disa hapa konkret ushtarak që sinjalizojnë gatishmëri për përshkallëzim. Ditët e fundit u raportua për dislokimin e avionëve luftarak, sistemeve të avancuar të mbrojtjes ajrore dhe forcave detare në lindjen e mesme. Këto lëvizje, të cilat përfshin edhe praninë e një grupi aeroplan mbajtësish amerikan në rajon, janë interpretuar nga ekspertët si një përpjekje për të ushtruar presion maksimal mbi Teheranin, por njëkohësisht edhe si faktor që rrit ndjeshëm rrezikun e një përplasje të drejtpërdrejtë ushtarake. Nga ana tjetër, reagimi i Teheranit ka qenë i ftohtë dhe refuzues ndaj kësaj qasjeje. Ministri i Jashtëm iranian ka bërë të qartë se çdo proces diplomatik me Washingtonin është i pamundur në kushtet e kërcënimeve ushtarake. Sipas autoriteteve iraniane, diplomacia nuk mund të funksionojë kur shoqërohet me ultimatume dhe demonstrime force. Zyrtarë të lartë iranian kanë mohuar gjithashtu ekzistencën e kontakteve të fundit me përfaqësues amerikan dhe kanë theksuar se Irani nuk ka kërkuar hapjen e negociatave. Kjo bie ndesh me deklaratat nga Washingtoni, ku pretendohet se Teherani ka shfaqur interes dhe ka tentuar të komunikojë në disa raste, një mospërputhje që thekson thellimin e mosbesimit mes palëve. Në këtë kontekst, analistët paralajmërojnë se situata po hyn në një fazë delikate, ku retorika politike, lëvizjet ushtarake dhe mungesa e kanaleve efektive të dialogut mund të krijojnë kushte për një përshkallëzim të shpejtë. Me kohën që konsiderohet gjithnjë e më e kufizuar për arritjen e një zgjidhje diplomatike, lindja e mesme përballet sërish me rrezikun e një krize të re me pasoja të gjera rajonale dhe globale.